që ju si ministri i vendosën. Absolutisht po. Tani cilat ishin objektive që ju vendosët kur u nis kjo javë dhe a u arritën ato apo jo? Absolutisht që u arritën. Objektivi i parë dhe më i rëndësishëm është që t'ju jepet zë dhe të bëhen bashk aktorët e ndryshëm që kanë një rol për të luajtur në këtë proces, pra në procesin e fuqizimit të ekosistemit të inovacionit dhe të ekonomisë digjitale, dhe sigurisht duke bërë bashk politik bërës, start-upe, financues potencial dhe me radhë, besoj se objektivi mund të cilësohet i arritur, sepse në këto takime zhvillohen kontakte, dakordësime, mësohet nga njëri tjetri, çka sjell në një përmirësim të madh, le të themi, të modelit të bërit biznes, të modeleve të startupeve, të politikave nga ana tjetër që implementojnë institucionet shtetërore, duke, le të themi, përfshirë më mirë dhe më shumë kërkesat që vijnë nga sektori privat, nga startupet dhe më radhë. Kështu që në total besoj se kjo javë pati një rezultat shumë të lartë sa i përket le të themi përgatitjes së programeve dhe politikave në fushën e inovacionit dhe sipërmarrjes digjitale, të cilat do të implementohen nga Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit gjatë vitit të ardhshëm. Okej, zoti Mucameliu, kam edhe dy tema tjera, që ndoshta janë pak jashtë javës, por që patyshim kanë të bëjnë me sipërmarrjen dhe me inovacionin. Buxheti u miratua pak ditë më parë. Tani çfarë është parashikuar në këtë buxhet? Për gjithë ata që ndoshta nuk janë aq ekspertë të lexojnë me letër e laps buxhetin, çfarë parashikuar në 2026 për inovacione? Ta qëndrojmë te sipërmarrja, sepse viti 2026 është ilësuar si viti i paqes fiskale me biznesin. Do i pyet se për paqen fiskale, e ka më vete paqen fiskale, se ajo është temë që ka ashtu goxha reagime dhe nga FMN-ja dhe nga ekspertë të tjerë, kështu që ato e ka më vete, thjesht te buxheti duan dalë më pas më gjatë kemi paqen fiskale. Dakor, te buxheti për le të themi për inovacionin është një fond prej 3 milion eurosh i cili është në dispozicion të Startup Albania, pra agjencisë për fuqizimin dhe mbështetjen e startupeve, e cila do të mbështesë me grante startupet dhe sipërmarrjet në fushën e digitalizimit dhe inovacionit. Dhe kësaj shume i shtohet edhe një tjetër skem grantesh e cila do të implementohet nga Agjencia Shqiptare për Zhvillimin e Investimeve, ose AIDA, siç njihet shkurtimisht, për 1 milion eurosh, kështu që në total përveç një sër politikash që do të mbështesin le të themi zhvillimin e ekonomisë digjitale dhe inovative, do të jetë edhe një mbështetje buxhetore për 4 milion eurosh në formë grantesh. Po duhet të jemi të rëndësishëm, duhet të theksojmë sepse është më e rëndësishme të përmendet që për sa i përket ekosistemit të inovacionit, është po aq e rëndësishme sa mbështetja buxhetore është edhe mbështetja me politikë. Pra me politika të caktuar të cilët ndihmojnë në rritjen, le të themi në regjistrimin e startupeve, në rritjen e startupeve dhe në aksesin që ato do të kenë në financim, në kapacitete, në partneritete dhe me radhë. Kështu që vitin e ardhshëm, përveç kësaj mbështetje prej 4 milion euro që do të jetë në formë grantesh, startupet do të gëzojnë edhe në një kuadër ligjor të përmirësuar. Shqipëria vitin e ardhshëm do të përmirësojë të gjithë legjislacionin për sa i përket regjistrimit, administrimit të biznesit, duke e parafruar atë plotësisht me Bashkimin Evropian, çka do të bëjë që sipërmarrjet shqiptare në Shqipëri të operojnë në të njëjtat kushte dhe mbas të njëjtave standarde siç operon çdo ndërmarrje në Bashkimin Evropian. Gjithashtu, për sa i përket inovacionit, janë parashikuar ndërmarrja e një sër politikave të tjera, siç është për shembull implementimi një politike fiskale e cila do të rrisë ose do të nxjisë rritjen e shpenzimeve dhe investimeve për inovacionin nga kompanitë private, duke ja njohur këto shpenzime si shpenzime të zbritshme. Okej, tani duhet ndalem pak te paqja fiskale. Tani paqja fiskale është ndoshta po edhe reagime që kanë ardhur. Zoti Mucameliu, reagime që kanë ardhur, që kanë kundërshtuar këtë paqje fiskale. Ose ka qenë kritik, po mos në kundërshtuar, ka qenë kritik. Absolutisht kritika është gjithmonë e mirëpritur, sepse çdo proces kritik ka rezultatin e një produkti më të mirë, le të themi, dhe më gjithë përfshirës sa i përket
mendimeve, opinioneve ose ndoshta dhe interesave të palëve të ndryshme. Për mendimin tim, paqja fiskale është diçka e domosdoshme. Ekonomia shqiptare dhe biznesi shqiptar ndodhet përballë një ndryshimi rrënjësor që po vjen në kuadër të integrimit në Bashkimin Evropian, çka do të thotë që shumë shpejt bizneset shqiptare dhe gjithë ekonomia shqiptare do të jetë pjesë e tregut vetëm evropian, duke konkuruar me kompani të mirë themeluara dhe të mirë vendosura në tregun e vetëm evropian, dhe patjetër për të patur sukses në këtë arritje historike, patjetër që bizneset shqiptar i duhet një ndarje nga e shkuara. Çka nuk kuptoj me këtë ndarje nga e shkuara? Tani, ne deri ende sot jemi një vend në tranzicion, duke u përmirësuar hapas sapi për gjatë viteve të fundit, por sigurisht mbetemi një vend në tranzicion dhe biznesi ka marrë zvarr me vete për gjatë këtyre viteve dhe një sër problematikash që ne i kemi diskutuar gjërësisht, besoj edhe në media dhe në tavolina ekspertësh dhe me rast që ka të bëjnë me një shkallë të caktuar informaliteti që ekziston në biznesin shqiptar, që ka të bëjnë me bilance jo fortësisht sakta apo me kompani që operojnë ndoshta edhe me 2 bilance, me një nivel të caktuar informaliteti që ekziston edhe sa i përket pagave ku punonjësit ende paguhen pjesërisht në dorë dhe pjesërisht në bankë dhe me radhë. Tani viti i ardhshëm për qeverinë shqiptare konsiderohet viti ku biznesi duhet të ndahet nga e shkuara dhe të shkojë drejt një formalizimi të plot, sepse është e domosdoshme që të jetë formal për të konkuruar në tregun e vetëm evropian. Në këtë kuptim, janë ofruar dhe ato mbështetje ose lehtësira fiskale, të themi, të nevojshme për biznesin për të shkëputur një herë e mirë nga praktika deri tani të nevojshme për të mbijetuar në tranzicion, ose të kuptueshme, ndoshta jo të nevojshme, dhe për të nisur nga zero si një biznes i një vendit Bashkimit Evropian. Kështu që për mendimin tim të gjithë këto elemente të paqes fiskale kontribuojnë në fuqizimin e biznesit shqiptar dhe në përgatitjen e këtij biznesi për të qenë nesër antar i denj i tregut të vetëm evropian. Kështu që çfarë parashikon pastaj shprehimi i paqja fiskale, kemi të bëjmë me fshirjen e plotë të detyrimeve të papaguara më të vjetra se 10 vite, kemi të bëjmë me fshirjen e 50% të detyrimeve të periudhës 5 apo 10 viteve të fundit, nëse pjesa e mbetur e detyrimit paguhet me një herë, kemi parashikuar fshirjen 25% të detyrimeve të periudhës 5 deri në 10 vite të fundit, nëse pjesa e mbetur paguhet me këste brenda. Dhe gjithashtu kemi të bëjmë edhe me fshirje të gjobave dhe kamatvonesave për periudhën 1 deri në 5 vite. Mund të duket sikur në këtë, le të themi, në këtë nismë apo iniciativë të marrë nga qeveria shqiptare, le të themi, po trajtohen biznesi në një mënyrë të caktuar edhe me radhë. Mendimi im është që paqja fiskale synon të jap një frymarrje biznesit shqiptar, synon të jap atij gjithashtu shansin për të nisur nga e para dhe për të qenë biznesi evropian për të cilën po punohet nga gjithë administrata publike shqiptare, duke përparuar me një në mënyrë të jashtëzakonshme në negociatat për integrimin në Bashkimin Evropian. Zoti Musabelliu, shumë faleminderit për kohën tuaj. E vlerësoj shumë, shpresoj shumë që herën tjetër do kem në studio, sepse për shkak të zhvillimeve ishte pamundur për që në studio, por u detyruan ta bënim online. Herën tjetër jeni mirëpritur në studio. Ju përshëndes. Me kënaqësinë më të madhe. Faleminderit shumë. Ditë mbar.